Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio është bashkuar juristja e njohur zonja Brisita Gjikondi. Zonja Gjikondi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua në Tirana Live. Mirëmbrëma. Zonja Gjikondi, sot ndërkohë që ka ardhur në Tiranë përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, zonja Kaja Kallas, e cila ka vlerësuar punën e Shqipërisë për sa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, tha se viti 2030 është një datë e mundshme që Shqipëria të antarësohet në Union, dhe gjithashtu ka vlerësuar, le të themi, sistemin e drejtësisë shqiptare, por jo vetëm. Nga ana tjetër kemi Berishën, i cili ka zhvilluar një vizitë një ditore në Strasburg me të djathtët evropian dhe ka denoncuar, le të themi, vjedhjen e votës në Shqipëri në krah të Fredi Belerit, i cili është i dënuar në Shqipëri për vjedhjen e votës. Gjithashtu ka kërkuar, le të themi, zhbërjen e këtij sistemi të drejtësisë i cili është vlerësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, apo zhbërjen e SPAK-me në krye një gjykatës si Gjin Gjoni, i cili është përjashtuar pikërisht nga ky sistemi i drejtësisë, nga vetingu. Dhe gjithashtu ka sulmuar edhe Shqipërinë, i cili thotë se nuk plotëson asnjë kusht për sa i përket integrimit të Bashkimin Evropian. Thotë diçka për ty e gjitha kjo panoramë? Unë ndoqa zonjën Kallas sot dhe në fakt pika e saj më e fortë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që faktikisht besoj se të gjithë bëjmë dakord, ka qenë reforma në drejtësi dhe ecuria e shtetit të së drejtës. Dhe ajo nënvizoi shumë faktin që do ishte mirë që shteti, mazhoranca, të krijojë mundësinë që drejtësia të jetë e pavarur, të jetë e pasënuar në punën e saj dhe të bëhet e mundur që të gjitha fondet të shkojnë atje për kur janë nisur. Tekstualisht kështu ishin fjalët e saj dhe mendoj që pika e fortë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është pikërisht drejtësia e re, e cila po funksionon e pavarur nga pushtetet e tjera. Kurse sa për zotin Berisha, do saktoja diçka që nuk quhet Fredi Beleri, quhet zoti Fredis Beleris. Kështu e ka bërë dhe emrin, e ka bërë filogrek, arsyet i di zoti Beleris edhe zoti Berisha, për këtë emër. Sa për zotin Berisha në Bruksel, ajo ishte një vizitë e dështuar, e turpshme. Unë mendoj që zoti Berisha mbart element shumë negativ të karakterit shqiptarëve dhe mendoj që ne duhet të merremi me këto elemente. Kur thuhet që duhet të merremi me mëkatin e tij dhe jo me personin që mban mëkatin, sepse unë mendoj që ai e ka kryer rrugën e tij. Ai sot pati një vizitë të dështuar, sepse me sa pam ne në sallë para njerë nuk ishin ata që ai shprehu që do e prisnin, grupi parlamentar i konservatorëve, aty ishte vetëm Albana Vokshi, ishte Fredis Beleris, Vangjel Dule dhe Fatmir Mediu. Në salla ishte bosh dhe ai gjoja foli vetëm para këtyre. Këtë zakonin e Berishës dhe shumë politikanëve të tjerë që shkojnë jashtë dhe shajnë vendin e tyre, për mua mendoj që është diçka shumë e gabuar dhe e turpshme, sepse jo vetëm një shprehje e vjetër që thotë që rrobat e palara lahen në shtëpi, por duhet të kesh dhe moralin edhe fytyrën për të bërë këtë gjë. Plus asnjëherë nuk më ka pëlqyer kur ne ulim vendin ton, për më tepër kur i ke mjetet, mënyra, deputetët, të gjitha strukturat që ti të kërkosh të përmirësohen disa gjëra. Edhe shpreha që ka thënë për zonjën Kallas sot, që ka thënë që ajo nuk erdhi për Shqipërinë, tregon komplekset edhe huqet e tij që i ka të përhershme, që gjithmonë diçka që është në të mirë të Shqipërisë e shikon si diçka që ka të bëjë direkt me Ramën dhe direkt e denigron dhe do që t'i uli vlerën. Ju e konsideroni vizitën e Berishës në Bruksel një vizitë dështuar, por në fakt jo dhe aq mirë kanë shkuar edhe vizitat e drejtuesit politik të qarkut të Fierit, Gazbardi, në Patos, ku ai është cilësuar si mashtrues nga qytetarët, ai bashkë me Berishën, një refuzim i cili në fakt ka shkuar deri në kufit e urrejtjes. Dikush do thoshte që madje në takimet elektorale të Partisë Demokratike ka më shumë kandidat se sa ndjekës, ndaj edhe Partia Demokratike me në krye Sali Berishën, në këto zgjedhje do marrë një refuzim të madh nga veriu në jug. Po, mendoj që në Fier, që dihet që është një qark që Partia Socialiste
nuk i ka punën shumë të vështirë, për shkak jo vetëm se Partia Demokratike për herë nuk e ka pasur një bastion të saj, por për shkak edhe të përçarjes që ka qenë aty mes Luciano Boçit edhe Gazmend Bardit, plus që Gazmend Bardi, unë kam përshtypjen që nuk di kush është dhe nuk di ku është, sepse para një viti ishte kundër Berishës, familjes Berishës, Flamur Nokos, etj, tani na ka dalë në krah të tyre, dhe unë gjithmonë mendoj që kur një njeri nuk pranon veten e tij ashtu si është, s'mund ta pranojnë të tjerët, problemet që ka vetë. Dhe jam e bindur që edhe injorimi që i kanë bërë pensionistët në patos, ose çka i është thënë rrugëve të qytetit, thot vetëm të vërtetën, dhe mendoj që 11 maj do jetë dita ku ky injorim që është bërë në rrugët e qytetit do e lexoj edhe në votat e tij. Ne jam e bindur që Berisha e ka vënë Bardhin pikërisht si kamikaz, nuk e ka vënë se Berisha ja ka besën, sepse Berisha s'ja ka askujt besën, prandaj ndoshta dhe e promovon si fjalë, se kurse ke e promovon, se kur e ke në karakter s'ke pse ta thuash. Por Gaz Bardhi nga njëri që ai e ka pasur si hal në sy, tani e ka çuar në një qark si fieri, pikërisht sepse Bardhi mbahet si njëri mistrec, ne dim shumë mirë që kur mbulonte qarkun e Elbasanit, ndodhen ato që ndodhen në Elbasan deri në vrasje të zotit Gjuvani, e ka vënë tamam si krahun e tij të egër dhe të armatosur. Po s'besoj se do i sjellë rezultat fieri, sepse edhe Bardhi lodhet njeriu kur devion shumë dhe bën shumë triblime. Zonja Gjikondi, do të kisha shumë dëshirë që ta vjoja më tej bisedën me ju, por për shkak të kohës jam i detyruar ta mbyll këtu. Nuk ka problem, këtu do jemi. Faleminderit, ishte kënaqësi t'ju kisha në Tirana Live. Faleminderit për ju.